Nuk besoj që ka asnjë problem. Bekimi e theksoj, unë po theksoj, nuk kena nevojë për pushtetin e gjithë secilit, dhe sidomos shkodranëve, nuk kena nevojë me bë alarm, krizet dhe alarme të rreme, pasi unë besoj që përveç një 4-5 javësh që ka kalu skuadra ndoshta jo të mirë, që atë jena të vetëdijshëm gjithë, kena një ekip shumë të mirë dhe fundit asnjë ekip nuk del kampion dhjetor. Flitet për probleme, flitet për kriza, por reale nuk është asnjë. Asnjë nuk ka laku probleme e kriza kur kena kanë vend parë dhe fillojnë me dy të rezultate negative, fillojnë më dhe na dalin problemet që janë. Unë du që skuadra me ne e qetë, me punu, me mbyll vitin me një fitore dhe du t'jena të kënaqur, pandajna analiza që secili do të bëhet masi të marrin në ndeshja fundit, do të ulna bashkë me trajnerin, bashkë me lojtarët, do të diskutojmë me presidentin, do të diskutojmë çfarë është bërë mirë, çfarë nuk ka bërë mirë, ka vende me korrigju, por kjo është vetëm një moment jo dhe unë besoj që me fitoren e nesërme ta kalojmë dhe t'jena në ekipet që do t'jena, pa dyshim që do të luftojmë për trofet e këtij sezoni.